Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Një ajet kuranor i 65 i surës Al-Qasas, nëpërmjet të cilit Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen dhe na udhëzon drejt një situate shumë të frikshme në ditën e gjykimit. Atë ditë kur disa njerëz do të përballen me një pyetje. Edhe pyetja është e frikshme, i dashur. Edhe pyetja i përket gjithë secilit prej nesh. Allahu Azza wa Jall urdhon dhe thotë: "Wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin." Atë ditë një za nga ana e Zotit do të thrasë edhe do të pyes: çfarë jeni përgjigjur të dërguarve? Dhe kjo është sfida për gjithë secilin prej nesh. Çfarë jeni përgjigjur të dërguarve? E në rastin ton, çfarë jeni përgjigj pejgamberit alayhi salatu wasalam? Edhe hajde të shohim në detajet e këtij ajeti të mëndueshëm argumente, e këshilla, e mesazhe që na përkasin gjithë secilit prej nesh në rrugën e përmirësimit të fetarizmit tonë dhe të marrëdhënies tonë me Allahun Azza wa Jall. E para, të dashurit e mi, realitetet e ndryshme të cilat ne përballemi në jetën tonë. Detyra e muftiut, e hoxhës, e imamit, e ligjëruesit, e hatibit, është të tërheqë vëmendjen e njerëzve, është të flasë, është të këshillojë. Nuk është detyra e muftiut të bëjë atë çfarë në Islam është e ndaluar, leximin e filxhanit. Nuk është detyra e tij që të ulet në kafenin e lagjes, siç në disa vende arabe ndodh, dhe në zemër të kafenes është një karrige e nalt ku ulet përralltari. Ai i cili ju flet njerëzve dhe ju tregon legjenda, edhe merr e jep me ta sa për të kaluar një kohë. Detyra e gjithë secilit prej atij që është sprovu dhe është nalësu në mbarsinë Allahut Azza wa Jall me këtë detyrë është me e sjell bukur argumentin e Zotit, me e sjell bukur ajetin kuranor, hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me e ba Allahun Azza wa Jall të dashur për krijesat e tij, dhe me u përpjek me inez zemrat e njerëzve në raport me Zotin e tyre, për të përmirësuar cilësia e jetës mbi faqen e dheut, për të bërë gjithë secili prej nesh ndërtues aty ku ka mundësi, dhe për të kthyer gjithë secili prej nesh në një siguri dhe garanci për realitetet me të cilat përballet çdo ditë, për të bërë gjithë secili prej nesh ndihmëtar i fjalës së Allahut dhe i fesë së tij, me e thënë të vërtetën kur është për të thënë, edhe me e ngrit zanin kur është për të ngrit, me e rujt dinjitetin e bashkësisë së muslimanëve, e me e rujt dinjitetin e familjes, e me e rujt dinjitetin e asaj që prezantohet si komuniteti i besimtarëve me çdo kusht, e pa asnjë lloj ndrojtje, e pa asnjë lloj hezitimi. Nga ana tjetër, imami, hoxha, muftiu, gjithë secili prej nesh nuk ka në dorë gjë tjetër veç se të ligjërojë, e të tërheqë vëmendjen, e ta thojë në mënyrën më të mirë të mundshme atë që duhet thënë në momentin, e kohën, e formën e duhur. Çfarë vepron ti si besimtar? Çfarë veproj unë si besimtar? Kur përballesh kemi një ajet kuranor, a disa ajete kuranore. Kur përballemi me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur në realitetet tona të përditshme kemi mundësinë për ta praktikuar atë çfarë Zoti don, edhe atë çfarë pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon. Çfarë kemi në dorë?
përveç se me e ba atë që ne pretendojmë se i përkasim, se për ndryshe do të mbushe i bota me hipokrizi, se për ndryshe imagjinoni në ditën e Uhudit 1000 burra pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, pas një ore ata 1000 sa bahen 700. Allah është dhanë kushtrimi për gjihad dhe janë 1000 burra në kam. Në atë moment, ata 1000 janë ma të mirët e racës njerëzore. Pas 5 minutash 300 për tyre bahen ma të ultit e racës njerëzore. Fi esfali safilin. Kthehen hipokrit. Pse? Është diçka këtu mren. Një lvizje e vogël të nalson dhe një lvizje e vogël të poshtnon. Nga 1000 bahen 700. Kështu jemi dhe ne në realitetet tona të përditshme të dashurit e mi. Edhe të shtrajt e vëllezër dhe motra. Ka një moment edhe ti e bën atë që thirrësh drejt saj me kënaqësinë më të madhe. Por ka një moment që dikush të thohet po pata frikë. Po kam punën. Po kam riskun. Po kam vajzën në punë, kam djalin në punë. Ndahen rrugët. Ndahen rrugët. Besimi, zemra. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala në tërheq vëmendjen. Atë ditë do të thras një za nga ana Allahut azza wa jall, një melek. Do thotë, "Madha ajabtumul mursalin?" Çfarë jeni përgjigj dërguarve? Dhe meseleja nuk është thjesht me faljen e namazit. Do ta përfundoj dersin me një hadith që i vendos pikat mi i dhe është mbyllja më e mirë e mundshme për temën e ditës së sotme. Çfarë përgjigje ke dhënë? Çfarë qëndrimi ke marrë? Por kujdes se nuk mjafton thjesht përgjigje. Po lexoja për shënimet e hoxhës tonë të urtë edhe të ditun doktor Muhammed Ratib ibn Nabulsi. Allahu azza wa jall i dhasht jetë dhe shëndet edhe ta kemi për shumë e shumë. Ne edhe mbar ummeti islam, e mbar njerëzimi. Thot, një kolegu im mjek, doktor, po i bante analizat një pacienti dhe në fund të analizës i tha, i dashton, ti je në një gjendje kritike për shëndetin. Gjaja e parë që duhet të ndërmarrësh pa asnjë lloj tolerance dhe pa asnjë lloj diskutimi është me lënë duhanin. Tamam? E ka sot diku të duhanin. Para disa ditëve takova një mik që është rrugë në spital edhe i kishte ndrruar dhe boja e fytyrës, Allahu i dha shëndet edhe të mira. I tham që u ba, si shkoj, sa e për punë të doktorave. Që të thanë doktorat? Që më tha? Tha gjaja e parë tha me lënë duhanin. E i tham ti që bane? Po jo bre që se la duhanin dhe po më dalë shpirti. Po se lënë duhanin? Mos e lënë bre? Po e dalë shpirti? Subhanallah. Fë doktori, thot, i tha me lanë duhanin. Thot dhe ai heshti. Thot doktori, mjeku këshilloi. Ky heshti. Pas ca muajsh, diagnoza ti ishte smundje e pashërueshme. S'ka ma derman, as fjala, as këshilla, as gjë. E të shëndash lënë, ndash mos e lënë. Tamam? Për ka shumë njerëz në realitetet tona të dashurit e mi që edhe në marrëdhënie me fen dhe argumentet e besimit e të fesë sillen si ky rasti te kanjoz. E për shpirtit ndalin e duhanin nuk e la. Pse më Allah? Pse dhe më tha? Jo, po këte nuk e baj unë. Musliman jam, po këte nuk e baj. Muslimane jam, po aja shamia, ku di unë. Më tha një herë një njeri që e kam për zemër, më tha, kur të bahem në moshën e nanës teme, do të vesh shamin. Kur të bahem në moshën e nanës, se të ka ardhë garancia për Zotit se keme mrit moshën e nanës, ose të ka ardhë garancia për Zotit që kur t'jesh në moshën e nanës, e inshallah e kalon edhe moshën e nanës, keme e ba atë që ti thua që do ta bëj, e nëse do në me e ba, bane për sot? Bane sot edhe në kapitulli? Po kur të bahem moshën e nanës? Po kur shkoj në moshën e babës? Do të shkoj me u falë në xhami. Allah.
Madha ajabtumul mursalin, çfarë I jeni përgjigjur të dërguarve? Është një pyetje që duhet me e marr gjithë secili prej nesh me vete në shtëpi. Merrni shembull Kur'anin famëlart. Edhe tash me pas Kur'anin këtu, të gjithë ne marrim e puthim e vëmë në badh. Tash na ka dalë një model, kështu, një biçim modeli që thotë që mos e puthat se është bidat me e puth Kur'anin. Kjo kështu një klap e ndryshkun, mos e puth Kur'anin. Ço me puth? E rëndësishme, se tesh edhe po e puthim Kur'anin edhe po bëjmë një mit zeza, Zoti na ruajtë na uzoft. Edhe këtu është meseleja. Lene këtë puthjen e Kur'anit, si thojnë apo për bereqet, lene këtë bereqetin e rremt. Por shif se si I përgjigjesh për majtjes së Kur'anit. Po me e puth, pa tjetër me e vu në balë, me e vu me I kry si shkanë ba të pare tane, si shkanë ba, pa tjetër. Por kujdes, mos të kthehemi në folklorist, në marrëdhëniet tona me fena Allahut Azza wa Jall. Edhe te kanjoz, në marrëdhënie me fena Allahut Azza wa Jall. Tamam. Shif për majtjen, edhe pyete veten teksa e puth Kur'anin dhe e vën më e kres. Çfarë I përgjigj të dërguarve? Se ai Kur'an që ti e merr dhe e puth edhe vën për mi kry, në ball. Edhe shumë mirë ban që e ban një gjatë të tillë. Ai në fakt është mesazhet e Allahut Azza wa Jall dhe mesazhet e atyre për cilët do të pyetesh nesër në ditën e gjykimit. Me e puth, okay, me e vu në ball, okay, po me vepru me përmajtjen e tij. Apo sa një dikush se krejt të vana evlia. Po krejt duhet jemi evlia, se në fakt krejt njerëzimi, krejt pa përjashtim. Merrni këtë premet. Krejt njerëzimi pa përjashtim janë evlia. Krejt pa përjashtim. Unë, ti, ai, krejt janë evlia. Për Zotin. Hoxha, je dakord me këtë? Krejt njerëzimi janë evlia. Por janë dy llojesh. Ka euliaullah edhe ka eulia u shejtan. Ose eulia të Allahut, pra për krahës të fesë së tij, edhe që marrin për bazë edhe shkojnë pas drejtës së tij, ose eulia u shejtan. Krejt janë evlia. Po ndaj e mendin. Evlia I Allahut, a evlia I shejtanit, dhe nuk ka të tretë. Tamam? Nuk ka të tretë. E puth Kur'anin, edhe ke ba sa gjunahe dhe je vetëdijshëm për këtë. Çfarë thotë Imam Muhammed ibn Idrisi, Imam Shafiu I madh, Allahu qoftë razi me te dhe me veprën e tij të madhe. Thotë: "Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadha muhalun fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li shukri dhaka mudi'u." Që do të thotë me pak fjalë, dhe sa mrekullueshëm e ka thënë, ti I shkel urdhëresat e Allahut, ndërkohë që pretendon dashnin e tij, edhe kjo thot me logjikën e njeriu të natyrshëm është diçka e papranueshme, edhe jo normale. Pastaj, nëse dashnia e jote do të ishte e sinqertë, ti do t'i bindesh atij, sepse I dashuruari shkon pas dashnisë atij që do, çdo ditë ai ta zbardh ditën me mirësitë e tij, ndërsa ti je I hutuar për t'i shprehur falënderimin dhe mirënjohjen. Kjo është meseleja. Çfarë I jeni përgjigjur të dërguarve, është thirrja e Kur'anit që duhet na zgjojë për të na vendosur në peshoren e marrëdhënies sonë reale me fenë Allahut Azza wa Jall. Imam Nabulsi, hoxha e jonë në tefsirin e këtij ajeti, sjell një ngjarje nga përvojat e tij të shumta. Thotë një ditë hypan makinë me një vëlla prej vëllezërve. Si më ardhur me dal nga xhamia sot edhe njëri për jush më than, hoxh po të marrun në makinë dhe të çojnë në shtëpi. Edhe pse shtëpinë e kam afër, po për me e përafru. Thotë edhe krejt natyrshëm, pa asnjë lloj paragjykimi, ashtu Zoti ma dha si frymëzim. E pyeta, kur e ke blek të makinë? Mashallah, ç'është kjo makinë? Aty e urova për hajrova. Tha, hoxha unë
kam jetu në një gjendje shumë të vështirë, kam qenë shumë i varfën, kam qenë shumë i ngushtuar në rrezikun tim, kam qenë shumë i lodhun sepse punën e kisha larg, nuk kisha as makinë me shku në punë. Edhe një ditë prej ditëve, duke mos e ditë vendimin sheriatik, bleva një lotari, bilet lotarie. A i thonë kështu biletat lotarive? To që thonë gërvisht e fitoha që janë ato? Edhe thot e mora me vete, mas 2 ditëve, thot e bleva me qëllim se mos po fitoj diçka, po fitoj çmimin e parë, kishte një makina, diçka të ngjashme. A dhe ma poshtë, veç të fitosha diçka. Thot 2 ditë më pas, shkova me fal namazin e xumas në xhami. Dhe çuditërisht, tema e hutbes ishte për lotarit. Sot që me e dit imami se unë kam blehet biletën. Dhe pasi u binda se kjo është haram, e nxorra nga xhepi dhe shkyva atë. Edhe është zot më fal. As 2 javë, më vjen një ofertë pune, ma e mira ofertë që ka marrë në jetën time. Edhe pas kursimeve e bleva këtë makinë. Thot doktori mu më shku në lot, subhanallah. Thash, Allahu subhanahu wa taala, sikur i thot robit e tij, ti për hatrin tim ke shkruaj një letër. Unë të jap aq letra as ti me mrit tek qëllimi i asaj që kërkon. Edhe ti mos ke gajle se unë e shpërblej për kushtimin tënd. Kështu e jeta. Duhet xhihad, duhet sakrificë. Edhe për ta përfunduar sepse mezini qëndron aty dhe duhet largohet tash se nuk di me folën pastaj. Faleminderit për zotënisti. Hadithi me cilin e përfundoj këtë mesele. Transmetohet se një zotëni i quajtur Ibnul Khasasije Es-Sedusi vjen tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thot ja Rasulullah, kam ardhur me të dhënë besën, edhe unë bëha musliman. Pejgamberi thot ka disa kushte. Do të hyn në shkollë, po ka kushte. Në për regjistrimin, a kështu apo jo? Tamam, cilat janë kushtet? Thot e para, me dëshmu se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi i tij dhe i dërguari i tij. 1. Me fal 5 namazet ditore, me agjëru Ramazanin, me dhanë zekatin, me shku në haxh, edhe me bë xhihad në rrugën e Allahut azza wa jall. I thash ja Rasulullah, 2 prej këtyre pikave nuk jam i afër mi majt. Nuk i përballoj dot. Zekatin i kam një 10 tufa, por ata janë pasuni e familjes. Edhe tash i më mendu se kam përmenda diçka prej kësaj me dhën dikujt, nuk e përballoj dot. Koprac domethënë. Zot na ruaj nga kopracia. Edhe shoqënia me koprac. Zot na ruaj. Kopraci. E dyta thot xhihadi. Dhe kam dëgjuar se ai që tërhiqet mbrapsht kur është në xhihad, ka zemrimin e Allahut azza wa jall. Dhe tek sa mendoj se mund të jepet kushtrimi dhe do të angazhohem për të bërë pjesë e thirrjes, kam frikë se zemra nuk ka me e duruate, ka mu frigu, edhe duke u rry vdekjen, se s'du me vdek, ka mu tërhek dhe ka me marrë zemrimin e Allahut. Këto tjera ti pranoj. Dhe në islam me kushte. I mori dorën, ja shkuni dorën, edhe i tha, pa zekat, e pa xhihad, edhe don për me hyrë në xhennet, pa zekat, e pa xhihad, edhe don për me hyrë në xhennet, thot i thash ja Rasulullah, ma jep dorën edhe të gjitha i pranoj, edhe i pranova të gjitha. Kështu të dashur dhe shtrenjtë, teksa lexojmë ajetin kuranor se çfarë jeni përgjigj pejgamberëve, është mirë me kujtu se kur e kemi dhënë besën për këtë ku jemi, e kemi dhënë për të gjitha, për paketen e plot. Jo për këtë mundem e këtë s'mundem, po kjo kështu po jo ashtu, se për ndryshe, 2 rrugë janë. O evlia i Allahut, o evlia i shejtanit. Allahu na baf prej evliave të tij dhe na forcof në rrugën e besimit tonë dhe na dhuroj dinjitet dhe krenari, e na baf prej atyre që jetojnë me faqe të bardhë dhe largohen me faqe të bardhë dhe ringjallen me faqe të bardhë. Walhamdulillahi rabbil alamin.